Përshëndetje për të gjithë, unë jam Blerm Shaboni, drejtori i Departamentit për Politikat Shërbimeve Sociale dhe Familjare, në kodër të Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Qlirimtare. E kemi ftu këtë konferencë me qëllim të informimit të opinionit publik lidhur me zhvillimet që kanë ndodhur me rastin i njohur në media si rasti 5 vjeçar, apo me saktë me rastin e fëmijëve të komunës Lipjanit, edhe e kemi vlerësuar rrugës që përmes jush të bëjmë një informim të drejtë dhe të duhur lidhur me trajtimin, menaxhimin dhe ofrimin e shërbimeve për fëmijën, gjithsesi fëmijët, dhe normalisht për të qartësuar hapat, përgjegjësitë dhe veprimet që i kemi ndërmarrë dhe do t'i ndërmarrim në VM në përputhje me rolin, mandatin, kompetencat dhe përgjegjësitë e ministrisë dhe të gjithsesi të komunës apo komunave apo me saktë qendrës për punë sociale. Ashtu siç e keni po edhe në prezentimet që kanë ndodhur në portale të ndryshme, edhe në postimin cilin e ka bërë Ministria e Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Qlirimtare, ku ka njoftuar opinionin e gjerësës në kuadër të kompetencave si ministri që kemi për zhvillimin e legjislacionit, standardeve, hartimin e programeve, mbikëqyrjen profesionale dhe inspektimin. Ne kemi marrë disa hapa, siç është mbikëqyrja profesionale, kemi kërkuar një raport kronologjik të hollësishëm lidhur me trajtimin, menaxhimin e rastit të fëmijëve nga qendra për punë sociale dhe normalisht në përputhje me këto kompetenca dhe përgjegjësi kemi autorizuar dhe njësinë inspektuese e cila është në kuadër të ministrisë në cilën ne bëjmë pjesë. Por ajo që është e rëndësishme të sqarojmë edhe për opinionin e gjerë publik është që çështja e trajtimit dhe menaxhimit të rastit është një çështje e kompetencës ekskluzive e komunës, gjithsesi e komunave, për sa i përket ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare, e më saktë e qendrës për punë sociale, e cila është në kuadër të kompetencave të komunës, apo më saktë themi në kuadër të Republikës Kosovës, kemi 38 qendra për punë sociale, të cilat në secilën komunë ka nga një qendër për punë sociale, e cila menaxhohet në mënyrë të drejtë për drejtë nga komunat, gjithsesi komunat. Për t'ju rikthyer edhe një herë çështjes në fjalë është që në momentin që si ministri jemi vënë në dieni dhe në përputhje me kompetencat, rolin, mandatin dhe autorizimet që na japin legjislacioni primar dhe sekondar, ne kemi ofruar pëlqimin për vendosjen e fëmijës, gjithsesi fëmijëve në strehim familjar, në familjet që janë të vlerësuara dhe të aprovuara që ofrojnë shërbime për fëmijët pa kujdes prindror, dhe normalisht dhe autorizimin për njësinë inspektuese, e cila në bazë të autorizimeve që jep ligji i shërbimeve sociale dhe familjare ka filluar procesin e vlerësimit të rrethona mbi përmbushjen e detyrime për sa i përket çështjeve të menaxhimit të rastit në fjalë. Nuk do doja që të lëshohem në informacione që janë të tipit të hamendësimeve, sepse kjo do të krijonte dilema edhe për opinionin publik. Ne po presëm dhe raportin kronologjik dhe normalisht do të presëm dhe një raport preliminar nga inspektimi lidhur me çështjet e trajtimit të rastit të fëmijëve. Po, cila do, vetëm urdhëni. Ne ishim pak më në Lipjan, ka shkëdosht të raporës e 2 që merë kujdesit e familje, dhe prapë ju është kërë familjes kujdesit vendor. Ju si ministri, si departament për shërbime sociale, a keni informatë? Për gjithë ata që nuk po e dëgjojnë, gazetarët po e pyesin dhe po ja rikujtojnë që ai fëmijë është marrë një herë nga familja dhe është kthyer prapë. Po e pyet pse duhet t'i kthehet prapë kur është parë gjendja e prindërve dhe gjendja dhe e jetesës së fëmijës atje. Po e pyesin edhe ato që ne kemi pyetur sot në radar qendrën për punë sociale, kur ka qenë vizita e fundit që është bërë atyre fëmijëve? Kur dihet që ka pasur shumë probleme në atë familje? Ashtu siç e thash edhe në fjalimin tim hërs, po e ripojë edhe një herë që
Qendra për punë sociale është institucion në kodër të komunës e cila është e mveshur me autorizime dhe kompetenca që e japin disa ligje dhe i përgjigjet në mënyrë direkte komunës, por normalisht edhe në kodër të mbikëqyrjes profesionale dhe ministrisë. Ministria në momentin që është vënë në dieni ka ndërmarrë këto veprime për cilat veç ju informova, dhe ka ofruar pëlqimin për vendosjen e fëmijëve dhe ka autorizuar inspektimin. Nuk mund të jap informacione të tjera pa e pasur raportin kronologjik lidhur me dinamikat në menaxhimin e rastit dhe për veprimet që janë kryer në procesin e menaxhimit të rastit. Ne po presim dhe raportin kronologjik të mbikëqyrjes profesionale dhe po presim raportin preliminar të inspektimit për të identifikuar se cilat veprime janë ndërmarrë dhe cilat ato veprime që është dashur të ndërmarrë nuk janë ndërmarrë, dhe pastaj po besoj që do të kemi mundësi që të informojmë opinionin e gjerë publik lidhur me veprimet dhe mos veprimet për sa i përket trajtimit të rastit nga Qendra për punë sociale, në veçanti për rastin specifik për cilin sot veç e kemi ftuar dhe kemi po me interes që ta njoftojmë opinionin e gjerë publik, në mënyrë që të mos kemi kësi lloj shqetësime, dilema për sa i përket reagimeve për mbrojtjen institucionale të fëmijëve. Ajo që mund të them në këtë fazë është që fëmijët janë vendosur në një vend sigurt dhe janë duke marrë për kujdesin institucional në përputhje me përgjegjësitë e të gjitha mekanizmave që kanë përgjegjësi në kryerjen e detyrave dhe obligimeve zyrtare. Po vazhdon konferenca atje e Ministrisë për Familje lidhur me 5 vjeçarin në Lipjan. Ne po provojmë thanë që është në kompetencën e komunës kjo qendër për punë sociale, po provojmë kryetarin e kësaj komune, që është Imre Ahmeti. Derisa Imre Ahmeti të shohim nëse e hap telefonin për të parë çfarë kanë bërë për këtë rast, me që është në kjo qendër në kuadër tyre, ndëgjojmë ende konferencën e ministrisë. Të cilët në bazë të ligjit përveç qeverisë lokale kanë mandat për organizimin, menaxhimin dhe ofrimin e shërbimeve të drejtë për drejta për qytetarët në nevojë. Në rastin konkret, për cilët ju po i referoni, kushdo që vëhet në dieni për çështje brengose, për fëmijët, për të rriturit, për persona që janë në nevojë, ta njoftoj policin, ta njoftoj qendrën për punë sociale, të cilët në bazë të mandatit si organi kujdesarisë i qendrës për punë sociale jemi të bindur që do të reagojnë, sepse kështu kanë reaguar edhe në të kaluarën dhe do të përkujdesen për trajtimin dhe ofrimin e shërbimeve në përputhje me kompetencat që japin autorizimet publike, legislacioni dhe në përputhje me nevojat individuale, qoftë të fëmijëve, qoftë të rritëve, qoftë familjeve në nevojë. Po flet Vlerim Shabani nga Ministria për Familje, Punë dhe Vlerat Luftës Lirimtare, po vazhdojnë pyetjet atje. Na kemi pyetje që në kod lirimtar, në qendër të sociale, çfarë kanë rezultate? Sigurisht ka informacion që do lidhet edhe me këtë part. Shikoni, për të mos dhënë informacione të pasakta, të cilat mund të krijojnë konfuzitet të opinioni publik, ne po presim raportin e mbikëqyrjes profesionale, po presim raportin preliminar të inspektimit dhe pastaj në përputhje me këto gjetje do të përkujdesemi që përmes instrumenteve të informimit të ministrisë ta informojmë opinionin e gjetë me të gjetrat që jemi duke i kryer këto veprime. Asnjë informacion tjetër për sa i përket çështjeve konfidenciale që lidhen me familjen, me fëmijën, vlerësojmë që nuk janë në interesin e publikut në këtë fazë dhe kërkoj dhe los me mirësi që të gjitha mediat në fazat raportimit të harrojnë identitetin e fëmijëve, të harrojnë privatësinë e fëmijëve, të harrojnë privatësinë e familjes në mënyrë që të presëm që institucionet që kanë mandat të kryejnë punën e vet në përputhje me autorizimet publike në bazë të ligjit që i kanë. Në pyetje fundit me që dihet gjë për gjendje shëndetësore të fëmijëve të jetës si staci janë marrë që janë në punën e familjes strehuse, si është gjendja e tyre me të flasim për një atëherë kaq të vështirë për me jetu. E thash edhe më herët që në momentin që pyeti për fëmijët e tjerë të kësaj familje, çfarë po ndodh? Në një vend sigurt në familje strehuese, fëmijët janë në mbikëqyrjen e institucioneve përgjegjëse dhe është duke u vepruar që të gjitha nevojat, shërbimet të kryen në përputhje me nevojat individuale të fëmijëve. Kaq mund të jap në këtë fazë
për çështje që janë më sensitive për fëmijët.